Përshëndetje miq kudo që jeni. Pas një pauze 2 javëshe jemi sërish së bashku për t'i shpjeguar dhe dëgjuar trajtesat tani e tutje që do t'i bëjmë rreth politikave ndërkombëtare, rreth ngjarjeve të cilat po ndodhin në arenën ndërkombëtare. Para se të hyj në shpjegimin e asaj që dua të them këto, e që do të jetë një përshkrim i gjithasaj, apo i ngjarjeve më kryesore që ka ndodhur dhe do të ndikojnë në ngjarje të reja që të ndodhin në të ardhmen, pra edhe në Ballkan, këto unë dua t'i përmendi 2 momente të cilat në fakt i kam thënë më shumë se një herë. I pari ka të bëj me masimin e historisë, se është një gjë shumë e rëndësishme. Ama jo historinë se kush, qka ka thënë, qka ka bë, me kë ka luftu, sa janë vra, e më pastaj të mbyllet kopertinat e ati libreve të lihen në raft të librave, por historia të lexohet, shkruhet dhe mësohet në kuptimin kuranor, ashtu siç e rekomandon Kurani. Kurani, historinë e pejgamberve, ua prezenton njerëzve, lexuesve të vet, në mënyrë që të mirën mësime nga e kaluara për të përbërum në të tashmen, në mënyrë që me këtë brum mundësisht dhe eventualisht të se ndërtohet një e ardhme më e mirë. Dhe çka dua të them me këtë hyrje që e bëra, do të shohim me njëre pak më vonë pasi ta përmendi edhe momentin e dytë. Dhe ky është se Donald Trump, për të qenurit një person fizik, një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai në syrin tim është më shumë si një prurje apo një frym që është rezultat i ngjarjeve të mëdha të cilat kanë ndodhur në arenën ndërkombëtare në dekadat e fundit, e mos të them që nga pas lufta e dytë botërore. Se përse e kam fjalën këto, dëgjoni ju lutem me vëmendje minutat në vazhdim, duke ju lutur gjithashtu që ta bëni subscribe kanalin tim në YouTube dhe t'i shpërndani video gjithandej, sepse po e them sërish, janë video të përgatitura me përkushtim dhe mësime nga të cilat lexuesit apo dëgjuesit kanë dobi teksa i përcjellin. Rasti i historisë, pse dohet të mësohet nga historia. E keni dëgjuar sigurisht marrëveshjen e Munihut. Marrëveshja e Munihut është një marrëveshje që Britania dhe Franca e patën lidh me Hitlerin në Munih pas pushtimit të Çekoslovakisë në vitin 1938, në të cilën pranohen, apo në bazë të cilët pranohet fakti i kryer vetëm e vetëm që t'i shmanget një lufte globale. Fryma e Munihut në fakt, nëse shikojmë sot nga perspektiva e sotshme, ka mbetur një mallkim në ndërgjegjen perëndimore, sepse i referohet një disfate që nuk i ka shërbyer as një qëllimi të mirë edhe në momentin kur është nënshkruar ajo. Sepse ajo marrëveshje në fakt nuk e parandaloi konfrontimin që shkaktoi luftën e dytë botërore. Kthyer tek momenti i sotshëm. Me të drejtë, i jap vetes të drejtë të shtroj një pyetje hipotetike, por e bazuar në fakte nga e kaluara historike e Evropës nga viti 1938. A thua flirtimi i Donald Trump me Vladimir Putin do të jetë një Munih i ri, do me thonë sakrifikimi i Ukrainës vetëm e vetëm që të shmanget lufta e tretë botërore. Nëse arrihet që ky flirtim midis tyre dy personaliteteve, kyçe të botës sot, të parandalojnë më të keqen,
atëherë do të jetë diçka ndryshe nga marrëveshja e Munihut. Por nëse nuk arrihet të parandalohet më e keqja që po troket në dyert e botës, atëherë do të jetë diçka e ngjashme si marrëveshja e Munihut, e cila në fakt, si thash, ka met një ndërgjegje, një dam kezes, një mallkim në ndërgjegjen perëndimore dhe globale në përgjithësi. Siç e dimi tani më të gjithë, në takimin e famshëm të Shtëpisë së Bardhë, presidenti Trump e kërcënoi Zelenskin duke i thënë se ai me qëndrimet e tij dhe me refuzimin e marrëveshjes së paqes po bëhet shkaktar i fillimit të luftës së tretë botërore. Se çfarë është marrëveshja e paqes? E kam thënë edhe më parë, po e përsëriti, marrëveshja e paqes të cilën e kërkon Donald Trump është marrja e pasurive nëntoksore, e resurseve dhe pasurive nëntoksore të Ukrainës nën kontrollin amerikan, duke ja dhënë si shpërblim, ta quaj shpërblim në thojza, shpërblim Ukrainës ndërprerjen e luftës dhe ndërprerjen e vrasjes së më tutjeshme të ukrainasve. Kjo është shpërblimi për Ukrainën. Në atë takim kemi vërejtur se Donald Trump insiston në akuzimin e Zelenskit se ai e ka nis luftën, se ai është shkaktar i mos përfundimit të luftës dhe mund të jetë edhe shkaktar i fillimit të luftës së tretë botërore. Përtej kësaj, nëse shikojmë në këto 2 javët e kaluara, bota ka përjetuar vërtet një ndryshim strategjik të paprecedent. Sidomos pas takimit në Shtëpinë e Bardhë, që u mbajt me 28 shkurt 2025, më pas fjalimit të presidentit amerikan në Kongres me 4 mars dhe më pas takimi i krerëve të vendeve evropiane që u mbajt me njëherë pas fjalimit të Donald Trump që e tronditi Evropën dhe gjithë botën. Para këtyre të ringjarjeve, ju kujtohet, ishte mbajtur takimi i rregullt në shkurt, në muajin shkurt, për çështjen e sigurisë botërore në Munih të Gjermanisë. Dhe ajo që bie në sy më së shumti dhe për cilën dua ta përmendi këto është konsiderata apo deklarata e zëvendës presidentit amerikan Vance, i cili në atë fjalim tha se ajo që po e kërcënon Evropën nuk është Kina e as Rusia, por është rreziku i mbrëmshëm që po mugullon brenda Evropës. Pra një akuzë, njëjtë sikur në Shtëpinë e Bardhë që ju bë Zelenskit, në fjalimin e Vance, njëjtë kështu akuzohet edhe Evropa se mund të jenë shkaktare të tragjedisë që mund të kërcënoj botën. Një gjuhë shumë e ngjashme me ato të cilat janë me atë e cila është përdorur midis krerëve para luftës së dytë botërore. Tani, përderisa jemi në këtë gjendje, para një bote që po përjeton vërtet transformime radikale, po shihet se bota po shkon drejt krijimit të aleancave të reja, të cilat aleanca në një mënyrë apo tjetrën do të krijojnë bloqe të para një lufte të madhe, apo, nëse dua të jem më optimist, para një parandalimi eventual të një lufte të madhe që po troket në dyert e botës. E them këtë duke u bazuar në atë që ua kishte prezentuar botës marrëveshja e Munihut e dështuar mbi të cilën edhe dalin shkëndijat e para të fillimit të luftës së dytë botërore. Përveç këtyre ngjarjeve, pra, them se po bëhen bloqe të reja. Cilat janë këto bloqe?
Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Evropën ose pa te nga njëra anë, pastaj është Kina, pastaj është Rusia dhe është Turqia. 4 shtete këto të cilat me sa po shihen, po japin shenjë të një pretendimi për krijimin e 4 perandorive të cilat do të ndajnë botën në zona të reja interesi dhe do të sundojnë atë sipas interesave të tyre. Megjithatë, përveç këtyre 4 perandorive apo kësaj platforme e cila është duke u përgatitur, janë edhe disa shtete të tjera të fuqishme në ekonomitë e tyre, të cilat në fakt po shikojnë me frikë të madhe, madje janë edhe në panik se çfarë do të ndodhë me to dhe me botën. Është grupa e dytë tani. Cilat janë ato? Është Korea e Jugut, Japonia dhe Tajvani, të cilat kanë frikë se SBA-ja e Donald Trump do t'i braktisë dhe do të lihen në fatin dhe caktimin determinizmin kinez në Azi. Përveç kësaj grupe të dytë, pra, janë edhe shtetet e grupës së tretë, të cilat po monitorojnë zhvillimet aktuale në mënyrë që të pozicionojnë vetveten ka cila grup të shkojnë, ka cila perandori apo cilës perandori të ngjiten në bisht. Fjala është për shumicën dërmuese të shteteve muslimane, për krejt shtetet arabe dhe disa shtete të Amerikës Jugore. Ndryshimi i parë dhe i madh që po bëhet tani në arenën ndërkombëtare është çështja me vetë perëndimin, ose më mirë me thënë me përkufizimin e asaj që quhet diçka perëndimore. Perëndimi deri para pak vitesh, dukej se ishte një njësi kohezive, një pikë takimi vlerash në një hapësirë gjeografike e përbër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropa, si dhe Australia, Zelanda e Re, Japonia dhe Izraeli. Njohës të njohur në botë të këtyre çështjeve e përkufizojnë perëndimin si një fuqi ushtarake e përfaqësuar nga NATO, si një fuqi ekonomike dhe financiare e përfaqësuar nga G7 dhe si një fuqi inteligjente ose siç quhet me gjuhën përkatëse grupa e 5 syve ose 5 syt. Cilat janë ato në botën e inteligjencës? Janë SBA-t, Kanadaja, Britania, Australia dhe Zelanda e Re. Pra një botë anglo-saksone me një sy të fortë e cila nëpërmes shërbimeve të inteligjencave të tyre kanë kontrolluar, shikuar, pa dhe monitoruar çdo gjë që ka ndodhur në botë. Mbase, sipas disa analistëve të rryer, janë pikërisht inteligjencat e këtyre shteteve të mëdha, 5 syve, e sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë nxitur luftra në bazë të interesave të Amerikës apo i kanë parandaluar ato në bazë të interesave të Amerikës. Të gjitha këto transformime të vazhdueshme, që është e vërteta, po japin fund edhe për kufizimeve të shumta të cilat i janë bërë perëndimit, duke e bërë edhe më të vështirë më pastaj për Rusinë e Putinit sot që tani e tutje ta përdor edhe më tutje atë termin koalicioni perëndimor, për të cilën Putin para 20 viteve deklarante se është i interesuar të bashkangjitet
këtij civilizimi, mbase thoshte se është pjesë e këtij civilizimi. Sikur edhe shumë shtete të tjera të botës, të cilat pretendojnë se janë pjesë të këtij civilizimi, por që në fakt, si që përmenda pak më lart, shtetet të cilat e kanë krijuar, frymzuar, mbajtur, financuar dhe monitoruar botën nëpërmes tij, janë ato të cilat ishin më të fuqishmet nga bota anglo-saksone. Të tjerët mbesin vetëm ëndra apo sa për të dëshiruar. Kështu, mund të them se nëse Putin kohë më parë si minister i thot Madeleine Albright, sekretarës së jashtme amerikane, se është i interesuar të bashkangjitet botës perëndimore, civilizimit perëndimor, sot më kjo asgjë mund të imagjinohet e lemo të thuhet nga ana e Putinit. Pse po e përmendi këtë? Për të treguar dhe për të argumentuar se historia e kaluar më është mbyllur. Ajo më nuk mund të kthehet. Shkruhet her pas here se historia përsëritet, që unë nuk e pranoj këtë deklarat, historia asnjëherë nuk përsëritet. Ngjarjet mund të përngjajnë njëra tjetrës, por ngjarjet në secilën kohë kanë ngjyrimet, kanë frymën, kanë tronditjet, refleksionet e tyre në përpullshmëri me kohën në të cilën ato ndodhen. Prandaj, për t'i kuptuar apo parandaluar nëse janë të këqija, për t'i nxitur nëse janë të mira, paraprakisht nevojitet leximi i historisë së kaluar. Si që thot Kurani, leximi asaj që ishte nënshkruar në marrëveshjen e minihut midis Francës, Britanisë dhe Hitlerit apo Gjermanisë naziste, apo të ishte lexuar drejt edhe kërkesa, dëshira, shprehja e vullnetit të Putinit se është i gatshëm të bashkangjitet botës perëndimore. Gjë që sot më është vetëm histori. Është një problem të cilën dua ta përmendi këto me theks të posaçëm. Dhe ajo ka të bëjë me dallimet e mëdha të cilat tani më janë në botën perëndimore, apo në atë që quhej perëndim tradicional konservator, i mbartur nga populizmi i krahut të djathtë dhe perëndimi i cili admirante apo i cili promovonte vlera liberale të cilat binin ndesh me tradicionet, me historit e vendeve perëndimore. Shikuar nga kjo perspektivë, pra, dhe që shkrova në murin tim në Facebook dhe thash pse Donald Trump e do dhe respekton ta quaj Putinin, është pikërisht në këtë pikë. Shikuar nga që kjo ndarje e perëndimit, mua më del se Donald Trump më afër është Putinit se sa që është vendeve perëndimore. Përse e them këtë? Sepse Putini, apo të them fillimisht, sepse Donald Trump është një shtet, tani është një president i një shteti i cili po kërkon ruajtjen e vlerave tradicionale të familjes, i cili fejen po e merr në konsiderat dhe i cili nuk dyshon, nuk dëshiron ndryshime rrënjësore në atë që ka qenë pjesë e historisë së botës perëndimore. Të njëjtat në fakt i kërkon dhe i dëshiron edhe Putin. Ruajtjen e traditës, ruajtjen dhe konsiderimin e fesë si diçka interesante dhe rëndësishme për zhvillimet e jetës individuale, shoqërore dhe në politikat ndërkombëtare, si dhe mos lejimin e deportimit të elementeve që do ta çmontonin atë që konsiderohet
tradicionale në historinë kombëtare, jo vetëm të Rusisë, por të gjithë asaj ku shtrin ndikimin e vet Rusia dhe Donald Trump. Pra, zhvendosja më dramatike, geopolitike, është kjo që ka të bëj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që u përshkrua saksisht nga Donald Trump në fjalimin e tij inaugurues me 21 janar dhe në fjalimin e tij mbi gjendjen e kombit që e bajti në Kongres me 4 mars. Çfarë po dëshiron Trump? Dhe çfarë është duke ndodhur? Trump, në fakt, ai po injoron të gjitha rregullat e pranuara deri më tani në marrëdhënie ndërkombëtare. 1. Po refuzon apo injoron bashkëpunimin e deri tanishëm. 2. Po injoron respektimin e ligjit ndërkombëtar. 3. Po injoron diplomacinë shumëpalëshe e cila ishte krijuar mes vendeve mike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po injoron vlerat perëndimore të cilat janë të ndërtuara deri më tani, mos të them për shekuj, po sidomos nga fillimi i shekullit 20. Donald Trump po thot në mënyrë të prerë se përcaktuesi i politikës së jashtme amerikane do të jetë siguria e brendshme ekonomike dhe kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për të realizuar kjo, ne thot duhet të ballafaqohemi me fuqit liberale të cilat e kanë atakuar individin, familjen dhe shoqërinë amerikane, vlera këto që në fakt promovohen në masë të madhe edhe nga vendet evropiane. Kur Vance thot se rreziku i Evropës nuk vjen nga Rusia dhe Kina, por nga brenda, në fakt ai e bën shpjegimin më të hollësishëm pasi kthehet në Washington, ku thot se Evropa duhet të kthehet vetvetes dhe të ruaj vlerën e saj tradicionale. Megjithëse që e përmend këtë, dua ta ripërsëris edhe njerë se politika kryesore apo shah damari i politikës së Donald Trump nuk është më as respektimi i ligjit ndërkombëtar, as bashkëpunimi, as vlera, as gjë tjetër, pos ajo që është në interes kombëtar të qytetarëve të Amerikës dhe të shtetësisë amerikane. E keqja, ta quaj, apo e mira nuk di si ta cilësoj, është fakti se Trump ka mbështetës jo të pakët, si brenda, si jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha tendencat populiste të krahut të djathtë po ndjekin sot gjurmët e politikave të Donald Trump, nisur nga Giorgia Meloni, kryeministresha e Italisë, Viktor Orban, kryeministri i Hungarisë, si dhe tendenca të tjera me ndikim të krahut të djathtë në Evropë, siç është tubimi kombëtar në Francë, pastaj alternativa për Gjermaninë në Gjermani, pastaj Voxi në Spanjë dhe të tjera, të cilat vende dhe të cilat organizma politik në fakt janë në përputhshmëri të 100% me trajtimin e Ukrainës të cilën po ja bën tani Donald Trump. Që i bie se në botën perëndimore, përtej asaj ndarje në 4 perandori të cilën e përmenda, përtej frikës atyre 3 shteteve tigrat e Azis dhe shteteve të tjera të cilat janë në pritje se ka cili krah të pozicionohen, ajo që bie në sy në politika ndërkombëtare është thyerja e parrikthyeshme më e asaj që quhet botë perëndimore apo qytetërim perëndimor. Qasjet e Trump, pra me Putinin, përputhen në rolin e fesë
të familjes dhe traditës, çështje e cila në një mënyrë nuk përshtatet me politikat e përhapura në vendet e Bashkimit Evropian në 2-3 dekadat e fundit. Dikush mund të thotë se pa nuk ishin politikat e njëjta dhe frymë liberale e njëjtë si Amerikës, si e perëndimit e Evropës perëndimore, si një tërësi e civilizimit perëndimor, po mund të thuhet kështu. Por nuk është lexuar historia drejt nga Evropa dhe evropianët, se bota pas qenë duke shkuar ka një drejtim i cili domosdo do të rezultonte thyerjen në mes këtyre dy cepave të Atlantikut, andej në Amerikë dhe këndej në Evropë. Ajo çka është më kryesorja që dua ta përmendi këto është pyetja. A thua çfarë po dëshiron Trump? Apo si ta trajtojmë këtë politikë të Trumpit nga këndvështrimi geostrategjik? Përse po i afrohet Putinit, pse po e do Putinin, përveç këtyre momenteve, triseneve, feja, tradita dhe familja, çfarë fshihet aty që e bën Trumpin të jetë kaq i butë dhe kaq modest dhe kaq dashamirës me Putinin? Mendimi jam i palekundër është Kina. Donald Trump e di se rreziku kryesor i Amerikës vjen nga Kina, jo nga Rusia, jo nga shtetet evropiane. Pse jo nga Rusia? Sepse është në gjendje Trump dhe Washingtoni që të nisin konflikte sa herë dëshirojnë midis Evropës dhe Rusisë, dhe të parandalohet rreziku evropian apo rus ndaj Washingtonit dhe ndaj Amerikës. Por këtë nuk mund ta bëj me Kinën. Prandaj afrimi i Trump ka Putini është një përpjekje strategjike për ta thyer boshtin në mes Pekinit dhe Moskës, sepse rreziku kryesor që mund t'i vije Donald Trumpit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pra është pikërisht Kina. Andaj insiston në ndaljen e luftës dhe thyerjen apo mbylljen e rrugës së influencës kineze dhe korano-veriore në trollin e Evropës. 2. Mbylljen e rrugëve të transaksioneve ekonomike midis Evropës dhe Kinës, më pastaj rrimarrjen e kanalit të Panamas, i cili kanal sot menaxhohet më së shumti nga Kina dhe Kina ka interesat më të mëdha në atë kanal, në mënyrë që Kinës t'i prehet rruga edhe drejt Amerikës, sidomos jugore dhe qendrore, dhe çka është kryesorja, Donald Trump e di shumë mirë se në një të ardhme të afërt vendet muslimane së bashku me Turqien si perandorake ardhshme shumë më lehtë do të bashkëpunonin me Kinën sesa me qytetënimin perëndimor apo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe atë si rezultat i kujtesës dhe memorjes muslimane e sidomos arabe për gjithatë që perëndimi, Franca, Anglia e sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë mbi muslimanët dhe mbi arabët në shekullin 20 dhe deri tani në shekullin e 21. Dhe duke dashur ta përfundoj, Donald Trumpin nuk duhet shikuar vetëm si person, nuk duhet shikuar apo lezuar si që i shohim ne disa analiza tek nese e cilësoj se nuk i merr vesh politikat ndërkombëtare, është biznesmen, është afares. Jo. Trump në fakt është frymë dhe frymë kjo brenda saj një person fizikum si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili po mundohet ta shpëtoj Amerikën nga ajo që i ka ndodhur deri më tani kontinentit të Evropës. Dhe ajo është
humbja e fuqisë ndikuse ku tani kontinenti i Evropës, vendet evropiane të fuqishme që ishin, kolonizator të dikurshëm më në arenën ndërkombëtare, nga perspektiva e vendimmarrjeve rreth ngjarjeve të mëdha janë vetëm numra. Turqia sot, sa i përket ndikimit në linjën e mesme, në Afrikë, në Amerikën Jugore, në Kavkaz dhe në Azi, është shumë më e fuqishme nga perspektiva ndikuese dhe ekonomike se sa janë vendet perëndimore. Vendet perëndimore të Evropës. Kësaj i frigohet Trump dhe Trump po mundohet që ta parandaloj këtë gjendje të rëndë që i ka ndodhur Evropës të mos i ndodh Amerikës në një të ardhme të afërt. Deri në një video të ardhshme, mirëmbëjtje, mirupafshim.